iftar i shpejt dhe i sheshëm. Si paragjell kam përgatit supë këpurdra, krem supa. Si menu kryesore kam pilav me makarona dhe gjokë spule me një salcë shumë të sheshme, sallatë jeshile të shoqëruar me peperoka, qep të kuqe, mistër, pitalka, pije, fruta të freskëta dhe hurme, dhe si ëmbëlsirë kam tatlijen e shpejtë të famshme turke Kemal Pasha. Besoj se kanë ju pëlqyer këto receta kur ta shihni videon në vazhdim. Përbërësit që na duhen për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire shumë të shpejt janë shumë të pak. Na duhet sheqer, ujë dhe një vanilë sheqeri dhe na duhen këto tatlijat e paketimi është 150 gramësh. Morim një tenxhere më të madhe siç e ceka, sepse kur t'i vendosim në tenxhere ju rritet volumi gjatë thirrjes. Për atë paketim na nevojitën 800 gram me sheqer. Na duhen një vanilë sheqeri për aromë dhe 800 ml me ujë. Tash masën e përzi mirë, e përzi pak kështu që të shkrihet sheqeri para sa ta vendosim në zjarr. Pasi kam përzirë shërbetin, kështu mirë, e vendosi tenxherën në zjarr. Lezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi shërbetin gjersa të vloj duke e përzier vazhdimisht. Shërbeti ka fillu që të vloj, tash e shtojna tatlijen, kështu paketimin të tërin dhe e shtoj në tenxhere. Dhe tenxherës ja vendosi kapakun, uli temperaturën mes mesmës dhe të ultës dhe i zi tatlijen për 25 minuta. Tatlijen e kam zi për 30 minuta dhe është gati që të largohet nga zjarri. E vëreni ju ka rritur volumi se cilës pjesë të tatlisë. Tash e largojmë nga zjarri. Tatlijen e kam vendos të gjithën në tepsi, tash ja shtoj shërbetin e ngelur në tenxhere. Ka një aromë shumë të mirë kjo tatli. Dhe tatlinë e lajmë që të ftohet pak, dikun për 1 orë në frigorifer dhe do jetë gati për konsumim. Ëmbëlsira është gati, e servojmë një pjatë tjetër, kështu në të bukur. Si që ceka dhe në fillim, kur kam përgatit këtë ëmbëlsirë, përgatitja janë shumë e shpejt dhe kur jeni kështu për shpejt për të një iftar, ja vlen me provu sepse bëhet shumë e mirë. Dhe mund ta dekoroj me fëstëk nëse doni, unë të shtoj vetëm pak kështu te pjata thjesht për dekor. Filloj me përgatitjen e pitalkat, shumë të shpejta, thjeshta dhe ekonomike për përgatitje. Në një enë të madhe shtojmë një gotë 200 ml me qumësht të vakët. Nëse doni mund të dyfishoni masat pa fije problemi. Tek qumshti shtojmë një gotë e gjysmë, gota 200 ml me ujë të vakët. Shtojmë një lugë sheqer, lugë gjelle, dhe një lugë gjelle të mbushur plot me maja buke. Sheqeri ndihmon që të aktivizohet maja e bukës, e përzim kështu pak për disa sekonda që të aktivizohet maja e bukës. Është aktivizuar pak maja e bukës, tash ja shtojna 2 lugë gjelle me vaj. Përzim përsëri. Dhe në fund ja shtoj millin, unë dhe ja shtoj 7 gota nga 200 ml me mill. Dhe ja shtoj të tërin për një herë. Dhe ja shtoj një lugë gjelle me krep. Tash masën direkt e punoj me dorë, kështu, gjersa të mlidhet gjithë brumi.
Kam punuar brumin, e vëreni dhe vetë se është bërë një brum i butë, një brum i ngjitur, e kam punu rreth 5 minuta. Edhe pse brumi është i ngjitur kështu, jam mundu që ta punoj më gjatë që të largohet nga dora, si që vëreni është largu pjesa e madhe e brumit nga dora. Tash hedhim pak vaj kështu mbi brum dhe e përhapim. Munduhem dhe nga pjesa e poshtme t'ja kaloj vajin. Më let do të largohet nga ena kur dyfishohet brumit. Besoj se është mirë. Tash enën ku ndodhet brumi e mbulojmë kështu me një foli najloni. Dhe e lojmë në ambient ngrohtë dhume që brumi të pushoj për 50 minuta. Dyfishohet mirë, duhet masa. Qofse ka nevojë lojmë dhe më gjatë. Masa e brumit është dyfishu, mu ka ndash rreth 60 minuta që dyfishohet masa e brumit. Ja largojmë folinë e najlonit dhe brumin e kalojmë tavolinë punës. Hedhim mirë tavolinë dhe kalojmë brumin. Kalohet brumi lehtë pasi kam shtuar vaj në fund. Vëreni shumë lehtë largohet nga ena. Brumin e rrotollisim kështu të mirë. E japim një fund të lëmuar. Dhe brumin e ndoj kështu në kulaç, në pjesë një herë, pastaj do ja formën e kulaçit. Nuk do ja formën shumë të madhe. Të vogla, më të mira do dalin. Kështu gjithë brumin e ndojmë dhe të munduhem që t'ja jap pjesë të barabarta si cilës pjesë. Pasi pitalkave ju kam dhënë formën e kulaçve, atëherë marrim tepsinë ku do i vendosim. Gjithsej kam fituar 20 pitalka. Nëpër tepsinë kështu kam shtruar letër përpjekje dhe sipër letrës të hedhi pak miell dhe do i vendosi kështu nga 6 copë. 2 tepsi do i mbushin nga 6, kurse një tepsi 4 copë do i vendosi. Gjerisa pitalkat të pushojnë e përgatisim masën për lyrjen e tyre. Në një enë kështu më të madhe shtojmë 3 lugë gjelle me kos. Shtojmë një të bardhë të vezës dhe 2 lugë gjelle me ujë. Tash masën me anë të brushës vetëm se e përzim mirë. Të fitojmë një masë të njëtrajtshme. Pitalkat janë dyfishuar mjaftueshëm, në fillim marrim tepsinë e parë, dytën, tretën, kështu me radhë do i pjekim siç i kemi përgatitur dhe marrim në një enë hedhim pak vaj dhe kështu i bëjmë majet e gishtave dhe fillojmë që të bëjmë hapjen e pitalkave. Kështu hapim në një trasi rreth 1 cm. Këtë mënyrë veprojmë me të gjitha, kështu duke i hapur. Dhe sipër do i lij me masën e përgatitur, kështu. Në anë të një brushe munduhem gjithë sipërfaqen. Dhe këtu kam përzir fara susami me fara të zeza. I përzi mirë dhe nga pak kështu ju hedhi sipër. Dhe pitalkat i lën që të pushojnë kështu në tepsi për 10 minuta. Kanë pushu për 10 minuta, tash i fusim në furrë të nxehtë 220 gradë dhe do i pjekim për 15 minuta ose 20, duhet që t'i kontrollojmë gjatë pjekjes. Për këtë iftar do përgatis si menu kryesore pilav, të cilën do e shoqërojmë me gjok spule. Fillojmë me përgatitjen, në fillim marrim 2 gota me oriz, apo 1 gotë në varet se sa doni, ose mund të shtoni masat. Për 2 gota oriz nga 200 ml do përdori gjysmë kote të çajit
me makarona të vogla në formë të orizit. Këto makarona gjysmë gote shkojnë për 2 gota. Orizi duhet jetë i llojit të gjatë. Pasi kam larë orizin dhe kam kullu, marr një tenxhere të llojit që nuk nxeh dhe në të shtoj 120 gram me margarinë. Shtoj kështu në tenxhere. Pilavi nuk përgatitet me vaj, nuk do del shumë i mirë, kurse me t'lyn lope apo me puter do del shumë i rëndë. Me margarinë është shumë i mirë. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrinj margarinin. Kështu, derisa të shkrihet plotësisht, më pas ja shtojmë makaronat e vegjël. Margarini është shkrier plotësisht, tash ja shtojna makaronat dhe i fërgojna kështu për 2-3 minuta në temperaturë mesatare duke i përzier vazhdimisht. Makaronat i kam fërgu për 3 minuta, kanë marrë një ngjyrë kafe të hapur, tash i shtojna orizin. Dhe orizin e fërgojna për 3-4 minuta, pak sa të rrëshkohet kokra. E përzim gjatë kohës së përgimit. Orizi është fërguar mjaftueshëm dhe temperatura ka rënë në të ultën. Tash ja shtoj ujin. Unë kam shtu 2 gota nga 200 ml me oriz, tash do ja shtoj 4 gota nga 200 ml me ujë valtën dhe. Në qovë se ja hedhim, kur të është temperatura e mesme, atëherë nga presioni i madh orizi do del nga tenxherja. Ja kena shtu kështu ujin, temperatura patjetër duhet jetë në minimale gjatë zirjes. Ja shtoj një lugë gjysmë të mesme me veget, ose veget do i shtoni sipas dëshirës. Do ja shtoj një lugë të mesme me sheqer dhe pak lëng limoni, që mos ngjitet për ejnë gjatë zirjes, e përzim kështu. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe pilavin do e zi kështu rreth 1 ore në temperaturë të ulët derisa të shterret tër lëngu. Derisa pilavi është në zirje, ne morim gjokspule. Këtu kam 500 gram gjokspule, të cilat i kam do kështu në fileta. Dhe do bëj marinimin. Këtu kam një lugë të mesme me veget, një lugë të mesme me biber të kuq, origano, biber të zi dhe pak hudhër. I përzi të gjitha kështu në pjatë. I bëj në një masë. Dhe i marinoj gjoksin e pulës kështu nga të 2 anët, ju hedhi. Kthej dhe nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër do bëj marinimin. Dhe e la kështu gjoksin e pulës për 10 minuta që të qëndroj pak timare me lmezat. Pasi ka qëndru për 10 minuta gjoksi i pulës, morim një tigan të llojit që nuk nxehet dhe në të shtojmë dikon rreth 60 gram gjalp dhe ja shtojmë pak vaj, dikon rreth 3-4 lugë gjelle. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrim gjalpin kështu, derisa të bëhet bashkë me vajin. Gjalpi është shkrier, është bërë bashkë me vajin. Tash morim dhe kalojmë gjoksin e pulës. Kështu. Qofse përgatitni për më shumë persona, atëherë në një tigan më të madh apo 2 herë a 3 e përsëritni procedurën e jetë dhe gjoksin e pulës e përgojmë nga njëra anë dikon për 5 minuta në temperaturë mesatare. Kam fërguar nga njëra anë gjoksin e pulës, tash e kthej nga ana tjetër dhe nga ana tjetër do e fërgoj kështu për 5 minuta.
Gjoksin e punës e kam përguar mirë nga të dy anët, tash e kaloj kështu në një pjatë në të cilën kam shtruar një pecetë, një përdorimshë. Tek vaji i ngelur në tigan do shtoj 150 gram me këpurdra të marinuara. Ja shtoj një lugë gjelle me miell dhe miellin dhe këpurdrat i forgoj rreth 1 minuti, kështu duke i përbyer vazhdimisht. Kam fërguar masën kështu për 1 minutë, siç e ceka edhe në fillim, nëse përgatitni për më shumë persona, atëherë duhet të shtohen gjithë produktet të dyfishohen. Ja shtojna një lugë gjelle me pire domatesh, salcë domatesh, varet se çka ju qëllon. Unë kam salcë domatesh, të cilën e kam përgatitur vetë. E përzi kështu. Ja shtoj 250 ml me ujë. Përsëri e përzi masën. Dhe një gotë 110 ml me krem pana apo ujë të kripur. E përzi masën. Kështu derisa të vlojë. Salca ka fillu që të vloj, tash ja shtojna mishin. E vendosim kështu mbi salcë. Tiganit ja vendosim kapakun dhe e lajm kështu në temperaturë mesatare të zihet për 10 deri 12 minuta. Pas 10 minuta zirje, është gati që të largohet nga zjarri. Për këtë iftar do kem frutat freskëta dhe hurme. Frutat i kam prerë kështu në feta. Kam zgjedhur që të kem sallatë jeshile, cilës i kam hedhur vaj, uthull dhe krep, sipër do i shtoj pak mistër të konservuar. Gjithashtu do i shtoj edhe repa. Kjo është sallata për iftarin e sotshëm. Iftarit na ka mbetur vetëm se supa. Për supë do përgatis një supë të gatshme. Unë kam kësaj radhe kam zgjedhur që të përgatis krem supa nga këpurdrat. Këtu në tenxhere kam shtuar 600 ml me ujë dhe i zjarrin në temperaturë mesatare, e vloj ujin, derisa uji të vlojë marr një hinë kështu dhe hedhi supën e gatshme. Shtoj tek supa, te pluhuri, shtoj një gotë 200 ml me qumsht. Shtoj dhe një lugë të mesme me vegetë. Dhe e përzim kështu masën në një tel kuzhine që mos ngelet topta. Uji ka fillu që të vloj, tash masën që e përzita me qumsht dhe me supën e gatshme ja hedhi ujit. Dhe kështu e përzim pak dhe e lajm supa që të zihet për 5-6 minuta. Ka dalë shumë mirë dhe forma shumë e mirë. Tash e kalojna gjoksin ulës në përpjata. Kalojmë pak nga salca. E këpurdrat kështu do i kaloj. Dhe supën e kalojmë kështu në përpjata.
Jemi vetëm se pak kohë para iftarit. Iftari është gati, ka dalë shumë mirë. Zoti ju pranoft lutjet dhe ditën e agjerimit. Gjithë ju që përgatitni në këtë mënyrë iftar të shpejt dhe të shijshëm, ju bëft mirë. Gjithë ju motra që na shikoni vazhdimisht, na jepni komente të bukura, ju falenderit. Të gjithë që shikoni këtë video për herën e parë, ju lutem të abononu për receta të reja, mirëmbejtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.